Njëna për mesazhet që i kanë shkruajt, kanë thënë: "Tim kimit një herë pi mrena, unë i dhash fund pi jashtë." Dhe kjo është shumë e rëndësishme të ndërum xhamat. Kjo është ka e përmendëm. Një për mesazheve që shumë e kanë shkruajt: "Më ka mit filani pi mrena, e unë u dash mu lirue pi për jashtë. Pra unë e konopin e blejta, ama ai shpirtin moti ma ka vra." Kjo ndodh te na shumë të ndërum xhamat. Ti e ki mit pi mrenat, ti ka mundësi e mrinë e mit e vladin pi mrena, ti ka mundësi e vret nanën e babën pi mrena, ja vret shpirtin, ja hupi, ja ki nuk konopin shpirt. Ai thot: "Masi shpirtin e kam konop, t'ja vnoj edhe konopin edhe trupit." Kujdes ndërum xhamat. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Mun pëlqen fjala e mirë, mun pëlqen me menu mirë." Thanë sahabët: "Çka me menu mirë ja Rasulullah?" Tha: "Kelimetun tayyiba, një fjalë të mirë be thuje. Liroje be shpirtin, liroje shpirtin. Mos thuj be fjalë të rana, mos ofendo, mos rano, mos i thonjë zora kjo. E keni pa? Veti njerëzit për çka dush, pyete diçka për biznesin e atij çka atë bë. Pyete për tregtinë e tij çka atë bë. O, thot mos e këtij biznesi se i rana ki. Po mu kanë i rana ti se ba, po ti fiton parë pa ti. Po ti e koprat s'do me kallxue. Pse tutesh me kallxue? Pse tutesh me kallxue? Folja me njërin por hin fluj ko. Apo hin. Pejgamberi alayhi salatu wasalam kur vinin njerëzit me mor dijet e ai, thonte merhaban bi talibil ilm, mirë se vjen ai kërkuesi i dijes, nuk harxhohet kjo. Nuk harxhohet. Nuk harxhohen parë të ndërum xhamat, nuk harxhohen. Do njerëz do menusi kanë harxhu parët. Çish me bin marrë që harxhohen ai. A ka marrë dikush diagnoz për këta njerëz që janë t'ju tut fukarallahu këtë mi kallxu? O insan, ti ki me dek, a pat ka me pas parë në dunjë. Mos u tut. Apo mos u tut. Ama shejtani sa sheri thot: "Hoxha të kallxon, ama nuk i di këto punë." O i dina, nuk harxhohet parja. Mos u tut për parë, ki e frikën nesër ahirat që shkëna me dal për para Zotit. Asnjëri pi njerëzve nuk është duvujt për parë. Andaj njëra për mesazheve cila: "Anta qatalta ruhi." Ti ma ki vra shpirtin. E dikush së ne duron këta, çfarë ban? I jep konok. A kena vrana di kanë të ndërum xhamat? Po nuk është me vra veç me thikë edhe me armë, zjarrit. Jo me vra me një laft, tran. Erdhi njëri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi sa ishte të shpërnda do pasuri. Dhe aty u duk padrejtisht ajo. Ama kujna më të mirit njëri në botë, për të cilin Allahu që e ka marrë besnik me ia dhënë shpallin e vet. Edhe te pa tha: "O Muhammed alayhi salatu wasalam." Tha: "Banu i drejt." Ja vrajti shpirtin kjo pejgamberit alayhi salatu wasalam. Tha: "Banu i drejt." A ka njëri më drejt se Muhamedi alayhi salam? Tha: "Banu i drejt se si e i drejt." Kështu njerëz nuk e din çka folin edhe para kujt folin. Tha: "Banu i drejt, i'dil fa ma adalt." Ti si e i drejt. Edhe tash kyre pejgamberi sa nuk ka si njeri që revoltohet, mirë po shokët e vetë kanë diçka pi thot. E nxeri shpatën Khalid ibn Walid më njëherë trak. Tha: "Ja, ama e di ku autoriteti ka të me vet." Tha: "Ja Rasulullah, ata drejtoj kët?" Tha: "Jo. Jo, leje ta se falet kë." Pastaj tha pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Vllavin tem Musën Zoti më shiroft." Vllavin Musën, pejgamberi i Zotit, Allahu tha më shiroft Musën. E kanë ranuar edhe më shumat. Ai ka bo sabër. Pra, pejgamberi me çka e menaxhon të ketë vrasje të shpirtit, ketë lëndim të shpirtit, thonte: "O Allah japëm sabër. O Allah durim, lut Allah, o Zot durim. Del rrug, ka dalë vë sabër. Sa be gjatja veç e jotja. Nuk ka gjatja veç e jotja. Nuk mundesh me ti ku dush me nuk erë, o insan. Merr më revers se sa gjatja jote. E jona këtë bashk. Qilla nuk ka e jotja veç. E jona bashk. Mahalla nuk ka veç e jotja. Faraonave, ku ka faraona? O faraona, Muhammed e juvja këtë kjo ati. Kjo e këtë bashkë, ka thonë alayhi salatu wassalam, kush e zanit tokë, pa drejtësisht, 7 tokë Allah i kam jaranu ditë e kiametit. Sa mërë kjo e jotja, kuptoj e zuka, e jotja është vesh një copë varri. Që ata kena me të garantu, po, a janë një copë varri. Për ndryshe, të ndërum gjemat, mos ja bini punën dikujt mi avra shpirtin, se këtë që të shkajen të vra, na nuk i në tjerë si tu për para Zotit, pa e kanë pas një siklet vallaj. Vallaj e kanë pas një siklet. Dhe nuk është e rasishme që 1 miliard njerëz kanë shku në doktor dhe kanë thanë: "O, i ranum jam, shpirti mu ka ranue." Andaj, thuni fjalë të mira njerëzve, thuni anë një fjalë. Dhe të ndërum gjemat, mos u bëni kraj zullumqarve. Mos u bani kraj zullumqarve. Ku ta shifë si kanë që du bë zullum, o vla, mos ban be zullum. Kur ta shifë, ani dost të kithu, o vla, dost ka bë zullum, mos ban. Heke vla kerën që ke zanë udhën njerëzve. Po misafir, heke kerën vla misafir me di që ki pikin e kja. I t'ja zonë njerëzve, me dal dikush me urgjencë. Sa njerëz do të, o gjo, ambulanta besun hi.
Ambulanta zuni, se ki do maqina të pi qaj. Kjo të pi qaj. Dhe pastaj qaj i njëjtë a gjithë të pi qaj haditha të kalzue. Dhe kjo të mitë ketë. Kjo të mitë ketë. A i ku të shifë që gjithë të kalzu për fejë dhe me këfeja qështu. Këtu e kalzon njerëzit dojnë me dek pi kërët atina. Kujdesën dërum gjemat. Allahun së në rejna. Shtiru ti shka dush. Në të mujna mu shtiru shka dush. A mahu si Ebu Hurajra, a mahu si Ebu Bekri, a si Omeri, a banu Ebu Hanife, qka dush banu. Veprat. Andaj të ndërum gjemat njëra prej mesazheve dhe shumë dhimbse, shumë të rana të cilët ata të cilët e vrajnë vetën cila më kanë vrapi mrena, andaj pe vraj edhe unë pi përjash vetën. Kujdes si sillesh me njerëz, kujdes mas pari pi familjes tane, kujdes me prindët tu, kujdes me vllatë tu, mos ja thuj një fjalë tran. Vallahi ja thu sot djalit një fjalë djalë, sot ja thu vajzës një fjalë tran. Edhe kur të plakët nuk e harron thot më patranu një herë baba. Shumë patranu pa e pat namajt vetë veti. Qa jo vetë veti shka e ma, dikush sën e ma edhe e zgjedh konopin. E lushim Zotin e madh që Allah